Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Për bashkëtimit të ankesave nga kandidatët socialist për Tiranën, për numërimin e votave, kryeministri i vendit Edi Rama ka ndërhyrë duke i këshilluar ata që të hiqin dorë nga betejë për rinumërim përmes marrjes së CD-ve gjatë procesit në Parkun Olimpik. Pas disa shqetësimeve dhe ankesave të kandidatëve socialistë në Tiranë për mënyrën se si po numërohen votat, kryeministri Edi Rama ka dhënë një mesazh të qartë dhe të prerë. Ai u ka kërkuar kandidatëve që të mos angazhohen në rinumërime të votave, duke marrë CD gjatë numërimit në Parkun Olimpik. Në fjalën e tij, Rama theksoi, natyrisht që s'mund të ndaloj askënd të veprojë në kokën e vet, por duke qenë se këtu, në këtë dritare, jemi ende një skuadër dhe unë duaj që kështu të mbetemi, do të këshilloja që të mos i hyjet asaj rruge, sepse së pari humbja e një gares duhet të bëhet shkak për të humbur edhe fytyrën, kur në fakt nuk ka asnjë shans zero që me gjitha ata sy mbi ekrane të ketë devijime vote, nëpërmjet asaj që do të mbushnin hendekun e kujdo qoftë me ata që kanë dalë fitues, jo me 10-20, por me shumë më tepër vota diferencë nga pasuesit në klasifikim. Pas këtij mesazhi, disa prej kandidatëve më të zëshëm si Xhemal Shefalia dhe Etilda Gjona i reflektuan dhe tërhoqën kërkesat për marrjen e filmimeve të numërimit. Megjithatë, Blerina Gjulameti, e cila humbi mandatin ndaj Olta Xhaçkës me mbi 100 vota diferencë nga diaspora, nuk ndryshoi qëndrim dhe vazhdon të kërkojë transparencë. Në këtë situatë, Taulan Dyballa, drejtuesi politik i Partisë Socialiste për diasporën, vendosi vijën e kuqe ndaj kandidatëve, duke u shpjeguar qartë rregullat e familjes socialiste dhe duke bërë thirrje për respektim të procesit zgjedhor. Ndërkohë, disa kandidatë kanë shprehur dhe paralajmërime për kallëzime penale ndaj numëruesve, duke tensionuar më tej situatën. Partia Demokratike ka deklaruar se zgjedhjet e 11 majit janë një farsë elektorale, duke mos njohur rezultatin dhe duke akuzuar qeverinë për manipulim dhe shkelje të ligjeve ndërkombëtare. Nga Selia Blu, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dhënë qëndrimin zyrtar të opozitës për zgjedhjet e 11 majit, të cilët i ka cilësuar si farsë elektorale. Ai theksoi se në këto zgjedhje nuk u respektuan standardet ndërkombëtare që garantojnë një garë të drejtë dhe transparente mes partive politike. U shkelen parimet më themelore të zgjedhjeve të drejta, për të cilët Shqipëria ka firmosur dokumentin e Kopenhagenit. Shqipëria ka mishruar këtë dokument dhe parimet e këtij dokumenti në Kushtetutën e vendit dhe në Kodin zgjedhor. Berisha akuzoi qeverinë dhe pushtetin se përmes ndikimit të drejtë për drejtë dhe bashkëpunimit me banda kriminale ka ndryshuar vullneti politik të qytetarëve shqiptar. Është bërë tashmë e njohur se kontrolli i vullnetit të zgjedhësve ishte i gjithformshëm, i shumëformshëm dhe i përhapur në mbar vendin. Ishte i gjithformshëm nga mikëlimet, nga influencat, gjerë tek kërcënimet dhe revolja në ballë. Pra, parimi cili do që kërkon të ballafaqohet me të vërtetën, duhet të lexojë dokumentat ndërkombëtar dhe kombëtar për zgjedhjet. Në rast se ai don të respektojë dinjitetin e tij, vlerat e vërteta që beson ose duhet besojë. Pra, palët zotohen, thot dokumenti Kopenhagenit, se do mbajnë zgjedhje të lira periodike, në të cilat do të garantojnë në praktik shprehjen e mendimit të zgjedhësve në zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre. Partia Demokratike njoftoi se do të informojë të gjitha faktorët ndërkombëtar për këto parregullsi dhe nuk përjashton mundësinë e organizimit të protestave për të kundërshtuar rezultatin. Opozita shqiptare do të angazhohet me të gjithë potencialet e saj në dy fronte. Së pari, do punojmë dhe po punojmë intensivisht me komunitetin ndërkombëtar. Farsa u mbajt, tani ne vazhdojmë përsëri dialogun intensiv, shumë plansh me të gjitha forcat politike mike dhe si motra, me të gjitha institucionet ndërkombëtare, me të gjitha vendet partnere. Nuk ka shans Edi Rama të shes farsën për zgjedhje. Në fund të fjalës së tij, Berisha dërgoi një mesazh të qartë për kryeministrin Edi Rama, duke e paralajmëruar për pasojat e mosrespektimit të vullnetit të zgjedhjeve dhe sfidimit të institucioneve demokratike. E njoftoi Edi Rama se në mënyrë absolute pushtet mbi këtë farsë nuk do mund të qëndrojë, se karrigi e tyre e tij dhe e anturazhit tij qëndron mbi megakrimin elektoral
apo farsën më të shëmtuar elektorale që Europa ka pa pas rënjes perdes hekurt në ndonjë vend si Shqipëria. Edhe pse votuan të parët, emigrantët shqiptar u numëruan të fundit. Pas 9 ditësh maraton në Parkun Olimpik të Tiranës, përfundoi numërimi i votave të diasporës, i cili solli jo pak përmbysje dhe surpriza në garën për kuvendin. Në atë që u konsiderua një betejë e heshtur por vendimtare, diaspora shqiptare shfaqi ndikimin e saj në zgjedhjet e 11 majit. Votuan të parët, por u numëruan të fundit. Parku Olimpik i Tiranës ishte ndruar në një këzazë gjigante për mbylljes së agën e leximit të votës së emigrantëve në qarkun e Elbasanit. Rezultati ishte i qartë, diaspora ndihmoi në thedhimin e fitores së Partisë Socialiste. Statistikat tregojnë se në çdo 3 votues emigrant, 2 votuan për socialistët, por pavarësisht avantazhit, Partia Demokratike nuk e pranon rezultatin dhe po përgatitet për një betejë të gjatë ligjore për të rrëzuar atë në gjykat. Por çfarë ndikimi pati konkretisht vota e diasporës? Nëpër masa kombëtare ajo ndikoi në vetëm një mandat, të 9-tin për Partinë Socialiste në qarkun e Vlorës, ku kandidati Vasil Llajo siguroi një ulse në kuvend, duke lënë jashtë Klevis Kasson. Megjithatë, pesha më e madhe e kësaj vote u ndjen nga garat brenda listave të vetë partive, ku ndodhi edhe më shumë tronditje. Në Lezhë, Admir Kandeli arriti të përmbysë rezultatin duke siguruar mandatin përpara Marjetanelit. Në Tiranë, ku ndodhi dhe përplasja më e fortë, vota emigrantëve i ndërpreu rrugtimin parlamentar Blerina Gjylametit, e cila u mposh nga Olta Xhaçka. Ndërkohë, Ronaldo Rakipi arriti të sigurojë mandatin duke lënë jashtë Xhemal Qefalin. Me votat nga jashtë, në kuvend futet gjithashtu edhe Zeqinec Aushi. Edhe në kampin blu pati përmbysje. Në Kukës kandidati Isus Çela përfitoi nga votat e diasporës duke lënë jashtë garës Shkëlqim Shehun, i cili ishte në avantazh me votat brenda vendit. Këto zhvillime tregojnë se për herë të parë vota e emigrantëve jo vetëm që u bë pjesë e zgjedhjeve, por ndikoi drejt për drejt në përbërjen e re të kuvendit të Shqipërisë. Ecime të tjera informacione. Durrësi u trondit nga një atentat i rënd me armë zjarri mbrëmjen e kaluar ku mbeti i vrarë 29 vjeçari Ermir Dedja. Autori apo autorët ende të pa identifikuar u larguan nga vengjarja me një automjet që më pas u gjeti djegur. Viktima rezulton me precedent penal dhe lidhje të dyshuara me një grup kriminal. Policia po heton pistën e hakmarrjes apo dhe të prishjeve të pazareve në botën e krimit. Durrësi u trondit mbrëmjen e kaluar nga një atentat i rënd me armë zjarri që përfundoi me vrasjen e një 29 vjeçari. Ngjarja ndodhi rreth orës 00:50 në lagjen numër 18 të qytetit pranë spitalit rajonal, ku Ermir Dedja u qellua me armë zjarri dhe ndroi jetë në spital si pasojë e plagëve të marra. Sipas informacioneve paraprake, autorët ishin të maskuar dhe pasi kryen krimin, u larguan me shpejtësi nga vendngjarja duke përdorur një automjet. Policia mbriti me njëherë në vendin e ngjarjes dhe nisi një hetim të gjerë për të zbardhur rrethanat e plota të vrasjes. Pak orë më vonë, në fshatin Gërdec u gjet një automjet i djegur si dhe një armë zjarri që dyshohet se janë përdorur nga autorët për kryerjen e atentatit. Materialet janë sekuestruar nga grupe hetimor dhe janë duke u analizuar për të identifikuar autorët. Ermir Dedja rezulton me precedent penal. Në vitin 2015 ai është arrestuar për shitje të lëndëve narkotike tek 2 shtetas nga Hasi, ndërsa në vitin 2017 ishte ndaluar në mbështetje të një plagosjeje dhe përmbajtje të një arme të ftohtë pa leje. Burimet nga hetimet të bëjnë me dije se ai jetonte prej disa kohësh në Gjermani, ku dyshohet për përfshirjen në aktivitetet paligjshme. Gjithashtu Dedja dyshohet të ketë pasur lidhje me Aldo Avdylajn, Nipi Astrit dhe Altin Avdylajt, emra të njohur për drejtimin e një grupi kriminal me bazë në Shijak. Këto pista po verifikohen nga hetuesit si pjesë e hetimit për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Grupi hetimor në drejtimin e prokurisë së Durrësit po vjon punën për identifikimin e autorëve dhe shkaqet që fshihen pas këtij atentati të mirë organizuar. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj shënon sot 100 ditë qëndrim në paraburgim, duke cilësuar këtë situatë si një sulm ndaj detyrës dhe angazhimit të tij publik. Ai kërkon lirimin e tij dhe njofton se do të ndjekë të gjitha rrugët ligjore. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj reagoi sot në rrjetet sociale teksa shënoi 100 ditë nga arrestimi i tij.
Në postimin e bërë publik, Velia e konsideron ndalimin e tij në paraburgim si një mas jo vetëm të padrejtë, por edhe si një ndërhyrje të papranueshme në ushtrimin e detyrave që janë besuar nga qytetarët. Sot bëhen 100 ditë nga paraburgimi pas një justifikim të arsyeshëm, ndalimi i padrejtë dhe arbitrar vazhdon. Megjithatë, nuk jam akuzuar për asnjë vepër penale. Velia thekson se ndalimi i tij po pengon në mënyrë të drejtpërdrejtë ushtrimin e detyrës si kryetar Bashkisë së Tiranës, një pozicion që e ka fituar me votë masive për 3 mandate radhazi. Si pasojë po pengohen forcërisht nga ushtrimi i detyrave të mia si kryetar i zgjedhur me votë masive 3 herë i Bashkisë së Tiranës. Ai shpjegon më tej se vazhdimi i paraburgimit nuk është vetëm një sulm ndaj tij dhe familjes së tij, por edhe ndërhyrje jo proporcionale dhe të panevojshme në funksionimin publik. Vazhdimin e këtij paraburgimi nuk përbën vetëm një sulm ndaj meje dhe familjes sime, por edhe një ndërhyrje e panevojshme dhe jo proporcionale në përmbushjen e detyrave publike që më janë besuar nga qytetarët e Tiranës. Kryebashkiaku shprehet se angazhimi i tij për demokracinë dhe sundimin e ligjit mbetet i palëkundur dhe se do ndjek të gjitha rrugët ligjore për të kërkuar lirimin e tij. Angazhimi ndaj demokracisë dhe sundimit të ligjit mbetet i palëkundur dhe do të ndjek të gjitha rrugët ligjore për lirimin tim. Velia u arrestua me kërkesë të SPAK, i cili e akuzoi atë për krijimin e një skeme korruptive që përfshin kompaninë në bashkëshortes së tij dhe një grup biznesmenësh pranë tij me transaksione që kapin vlerën mbi 1 milion euro. Gjykata e posaçme ka dhënë mendimin ndaj ish kryeprokurorit të Vlorës Aurel Zarka duke e dënuar me 4 vite burg. Në bazë të aplikimit të gjykimit të shkurtuar, ai do të vuajë 2 vite e 8 muaj burg. Gjithashtu Zarkës i është hequr e drejta për të shtruar funksione publike për 5 vite. Një vendim i rëndësishëm i gjykatës së posaçme ka goditur fort korrupsionin brenda sistemit të drejtësisë duke dënuar ish kryeprokurorin e Vlorës, Aurel Zarka, për akuzat e ushtrimit të ndikimit palishëm dhe korrupsionit. Sipas hetimeve të SPAK, Zarka ka përdorur aplikacionin e enkriptuar Sky ECC për të komunikuar me ish oficeren Eriona Daupaj dhe për të ndërhyrë në dosjen e njohur Toyota Yaris, si dhe në 2 çështje të tjera që lidhen me qytetin bregdetar të Vlorës. Prokuroria ka arritur të provojë se ish kryeprokurori Zarka në bashkëpunim me Radovan Çelën, Astrid Vladin dhe Eriona Daupajn kanë vepruar në grup për të ofruar, pranuar dhe kërkuar përfitime të parregullta me qëllim ushtrimin e ndikimit palishëm të funksionarëve të drejtësisë. Këto përfitime lidhen drejt për drejt me veprimet që kanë të bëjnë me detyrat e funksionarëve zyrtar të personave të përfshirë. Gjykata e posaçme ka vendosur që për veprat penale të kryera, Zarka të dënohet me 4 vite burgim, ndërsa fal përfitimeve ligjore nga gjykimi i shkurtuar, dënimi i tij do të jetë 2 vite e 8 muaj. Përveç kësaj, atij është hequr e drejta për të ushtruar funksione publike për 5 vite, një masë që synon të parandalojë rikthimin në pozicionet përgjegjëse brenda administratës publike. Në një kthesë të papritur të çështjes që ka tronditur opinionin publik, Mark Samson i akuzuar për vrasjen e studentes shqiptare Ilaria Sula ka revokuar avokatin që e ndihmoi të bashkëpunonte me drejtsinë. Lajmi vjen në një ditën kur Ilaria do të kishte festuar 23 vjetorin e lindjes së saj. Në vend që të festohej ditëlindja e saj, ky 20 maj përkujton një jetë të ndërprerë në mënyrë brutale. Ilaria Sula, 22 vjeçaria shqiptare e vrarë në Itali, është rikujtuar sot nga familjarë dhe miq, ndërsa hetimi për ngjarjen që i mori jetën ka marrë një kthes dramatike. Mark Samson, 24 vjeçari Filipinas, i arrestuar për vrasjen e saj, ka vendosur të revokojë avokatin mbrojtës Fabrizio Gallo. Ky i fundit kishte luajtur një rol kyç në bindjen e Samsonit për të bashkëpunuar me autoritetet që ka çojë në gjetjen e telefonit të viktimës të fshehur nën dyshekun e shtëpisë së prindërve të tij. Fillimisht i dyshuari kishte deklaruar se e kishte hedhur në një pus. Vendimi për të larguar avokatin është raportuar nga mediat italiane si një veprim që mund të ndikojë në vijimin e procesit gjyqësor. Gallo deklaroi se kishte këshilluar klientin të thoshte të vërtetën duke synuar një proces më transparent dhe të drejtë. Ngjarja e rëndë ndodhi më 25 mars në Kapranika Prenestina. Sipas hetimeve, pas një debati në shtëpinë e tij Samson, vrau Ilarian dhe më pas se hodhi trupin e saj nga një shkëmb, duke u përpjekur të fshite provat. Nën hetim është edhe nëna e të dyshuarit Norsman Lapaz, e cila dyshohet se ka ndihmuar djalin për të pastruar gjurmët e gjakut në banesë. Ky element mund të zgjerojë përgjegjësinë ligjore të personave të përfshirë dhe të shtojë akuzat në këtë proces të ndjeshëm. Teksa hetimi po futet në një fazë të re, sot mbetet një ditë dhimbje dhe reflektimi për ata që e njohën Ilarian. Një jetë e re e ndalur brutalisht që kërkon drejtësi.
Një operacion I seksionit të hetimit të pastrimit të parave dhe aseteve kriminale në bashkëpunim me Agjencinë e Administrimit të Aseteve të Sekuestruara dhe të Konfiskuara ka sekuestruar pasuri të palishme me vlerë 228.000 euro. Pasuri dyshohet si përkas e një shtetasi të dënuar më parë për trafik të qenieve njerëzore. Një operacion I zhvilluar në drejtimin e Prokurisë së Tiranës ka sjellë sekuestrimin e pasurive të palishme që kapin vlerën e 228.000 eurove. Ky veprim u realizua nga seksioni për hetimin e pastrimit të parave dhe aseteve kriminale në bashkëpunim me Agjencinë e Administrimit të Aseteve të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. Në kuadër të këtij operacioni, Gjykata e Tiranës ka vendosur sekuestro preventive mbi një apartament dhe 2 automjete, të cilat dyshohet si përkatësi një shtetasi 34 vjeçar nga Tirana. Ky shtetas ishte dënuar më parë për trafik të qenieve njerëzore, ndërsa pasuritë ishin regjistruar në emër të babait të tij në një tentativë për të fshirë origjinën e tyre të palishme. Hetimet që vijojnë ende synojnë identifikimin dhe sekuestrimin e aseteve të tjera të mundshme, të cilat dyshohet se mund të jenë regjistruar në emër të personave të tjerë me qëllim shmangjen e konfiskimit. Prokuroria e Tiranës thekson angazhimin e saj të vazhdueshëm në luftën kundër krimit të organizuar dhe pastrimit të parave. Një operacion I mirë organizuar antidrog në aksin rrugor Mamurras Kashar ka rezultuar në arrestimin e 2 personave me precedent penal, të cilët po transportonin 60 kg kanabis të destinuar në tregun grek. Një tjetër goditje ndaj trafikut të drogës është shënuar në aksin rrugor Mamurras Kashar, ku 2 persona janë arrestuar në flagrancë duke transportuar një sasi të konsiderueshme kanabisi. Të arrestuarit janë Nea Tahiri, 37 vjeç dhe Besnik Shabani, 48 vjeç, të 2 banues në Tiranë dhe me precedent penal të mëparshëm. Ata u ndaluan në afërsi të Thumanës, ku gjatë kontrollit të automjetit të tyre, policia I gjeti 59 pako me lëndë narkotike të dyshuar si kanabis sativa, me peshë totale 60 kg e 6 gram. Sipas burimeve hetimore, droga ishte siguruar në zonën e Shkodrës dhe po transportoi në drejtim të Korçës, por tu kaluar motej drejt Greqisë, që mendohet të ishte pika përfundimtare e trafikut. Gjatë kontrollit u sekuestruan edhe automjeti dhe çanta ku ishin fshehur droga. Materialet procedurale u referuan Prokurisë së Tiranës për veprimet mëtejshme hetimore. Hetimet vijojnë për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë rrjet të trafikut të drogës, duke mos përjashtuar mundësinë e një organizimi më të gjerë kriminal. Do të ecim me të tjera informacione, do të kalim në zhvillimet nga rajoni. Presidentia e Kosovës Vjosa Osmani është kërcënuar me jetë përmes një emaili që ka mbritur në adresën zyrtare të presidencës me 15 maj. Zyra e presidencës konfirmon kërcënimin dhe ngre alarmin për mungesën e veprimeve nga institucionet e drejtësisë pavarësisht të rasteve të shumta të ngjashme ndër vite. Një email kërcënues ka mbërritur më 15 maj në adresën zyrtare të presidencës së Kosovës, kundër të tjera përfshihet edhe fraza "të vraj". Një mesazh I qartë për kërcënim me jetë ndaj presidentes Vjosa Osmani. Ngjarja është bërë publike gjatë kësaj jave, ndërsa zyra e presidentes ka reaguar zyrtarisht ditën e hënë, duke e konfirmuar rastin dhe duke ngritur shqetësim serioz për mungesën e reagimit institucional. Këshilltari për media I presidentes Bekim Kupina thekson se kërcënime të tilla nuk janë të rralla. Sipas tij janë me 10 rastet kur presidentja është kërcënuar, shumë prej tyre me emër e mbiemër dhe nga profile të identifikueshme, madje edhe publikisht në emisione televizive. Megjithatë, drejtësia sipas Kupinës nuk ka ndërmarrë asnjë veprim konkret për t'i ndjekur ligjërisht autorët. Kupina cilëson situatën si të paprecedent, duke thënë se asnjë nga kërcënuesit nuk është përballur me pasojat ligjore, ndërsa paralajmëron se kjo neglizhencë vetëm sa nxit dhe inkurajon akte të tilla të rrezikshme. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka vendosur pezullimin e menjëhershëm të importit të mishit të pulës dhe produkteve të tjera të shpendëve nga Brazili pas shpërthimit të gripit të shpendëve në një fermë komerciale në këtë shtet të Amerikës Latine. Pas konfirmimit zyrtar të një rasti të gripit të shpendëve në një fermë komerciale në shtetin Rio Grande të Brazilit më 16 maj 2025, autoritetet e Kosovës kanë reaguar me vendosmëri. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka ndaluar përkohësisht importin e mishit të pulës dhe produkteve të tjera të shpendëve që vijnë nga ky shtet me qëllim mbrojtjen e shëndetit publik dhe parandalimin e përhapjes së mundshme të sëmundjes në territorin e Kosovës. Në një njoftim për mediat AUV, thekson se edhe pse nuk ka prova shkencore që konsumimi I mishit apo vezëve të shpendëve përbën rrezik për infeksion tek njerëzit. Ndalimi është një mas paraprake në përputhje me praktikat ndërkombëtare të sigurisë ushqimore.
Vendimi është marrë në harmoni me masat e ndërmarra nga një sër vendesh të tjera si Bashkimi Evropian, Kina dhe disa shtete të Amerikës Latine, që kanë pezulluar gjithashtu importet nga Brazili, thuhet në njoftim. Vendimi i pezullimit i firmosur më 20 maj do të mbetet në fuqi deri në një njoftim të dytë në varësi të zhvillimeve të situatës epidemiologjike në Brazil dhe rivlerësimit të rrezikut nga ana e agjencisë. Megjithatë AUV nuk ka dhënë ende informacion nëse pas datës 16 maj është futur në territorin e Kosovës ndonjë ngarkesë mishipule nga Brazili. Kjo mbetet një pikë e paqartë që pritet të sqarohen ditët në vijim. Të nderuar dhe shikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 21 maj do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në disa zona priten rreshje të her pas hershme shiu, kryesisht në veri dhe në lindje të vendit gjatë orëve të pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 24 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët nga 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 22 gradë Celsius. Kukës 9 deri në 21 gradë. Peshkopi 8 deri në 20 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 24 gradë. Durrës 13 deri në 24 gradë. Kavaj 12 deri në 23 gradë. Elbasan 11 deri në 23 gradë Celsius. Berat 11 deri në 24 gradë. Korç 8 deri në 19 gradë. Vlorë 14 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër 13 deri në 24 gradë. Sarand 14 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 21 maj do të karakterizohet nga mot pjesërisht i paqëndrueshëm, me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Në disa zona kodrinore priten rreshje të izoluara shiu gjatë pasdites. Temperatura minimale do të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 4 deri në 9 metër për sekond dhe në disa zona kodrinore deri në 11 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 8 deri në 20 gradë Celsius. Podujev 8 deri në 19 gradë. Skënderaj 8 deri në 18 gradë Celsius. Pej 9 deri në 20 gradë. Prishtinë 8 deri në 21 gradë Celsius. Gjakov 9 deri në 20 gradë. Malishev 9 deri në 19 gradë. Gjilan 8 deri në 20 gradë. Ferizaj 8 deri në 20 gradë Celsius. Kaçanik 9 deri në 19 gradë Celsius. Suharek 10 deri në 19 gradë. Prizren 9 deri në 20 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim në edicione të tjera.